Zgjedhjet e parakohshme duket se nuk janë më të largta për Kosovën. Burimet të Tribuna Channel bëjnë të ditur se javën në vijim ekziston mundësia që të arrihet një marrëveshje për të shkuar në zgjedhjet parakohshme. Sipas burimeve jo zyrtare, në rast se në datën 26 prill do të prishet koalicioni, zgjedhjet e parakohshme priten të mbahen në fund të muajit maj, ndërsa në rast se rrëzimi i koalicionit shtyhet në datën 10 maj, zgjedhjet pritet të mbahen më datën 11 qershor. Megjithatë vlen të theksojmë se duhet edhe konsensusi i partnerëve ndërkombëtar. Ndërkaq, sot u publikuan fotografi në media në të cilat shihet kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën Jakub Krasniqi dhe deputeti i këtij subjekti Axhi Shala, duke pirë kafe me deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovsin në një lokal në Durrës. Pas kësaj, në opinion, u ngritën dyshimet nëse ky takim ka të bëjë me koordinim ndërmjet këtyre dy subjekteve politike për rrëzimin e qeverisë përmes mocionit të mosbesimit, të cilin është duke përgatitur Nisma për Kosovën. Por Jakub Krasniqi u shpreh më vonë se takimi ishte i rastësishëm dhe nuk kishte përmbajtje politike. Nga ana tjetër vlen të theksojmë se kohët e fundit kanë dalë lajme në media se në zgjedhjet e ardhshme do të ketë koalicion PDK-AAK Nisma për Kosovën. Por sot Isa Mustafa ka dalë kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme që po i përkrah një pjesë e PDK-s. Me këtë rast, shefi i qeverisë ka thënë se shkak i keq qeverisjes së kaluar nga PDK, shteti po jum 35 milionë euro. Mustafa ka nënvizuar se po harrohet premtimi për ushtri dhe liberalizim të vizave me idenë e zgjedhjeve të reja. Dhe tani, thua se po e harrojmë ushtrinë, po e harrojmë investimet të mëdha, po rrezikojmë liberalizimin dhe po kërkojmë shkas, qoftë në mocion, qoftë në mënyra tjera, për të shkuar në zgjedhje. Është paradoksale të thuhet se të gjithë jemi gatitur për të bërë ushtrinë dhe në të njëjtën kohë të organizohet peticion për të lënë ana shkëtëzotim e për të shkuar në zgjedhje të reja. Ky reagim i Mustafës ka ardhur në kohën kur kryetari i PDK-s Kadri Veseli po lëshon akuza për dështimin e qeverisë në zhvillimin ekonomik. Ndërkaq Veseli e ka vënë në pozitë të vështirë kryeministrin, pasi ka kërkuar publikisht nga kryeministri që javën në vijim ta dërgojë në kuvent marrëveshjen e demarkacionit me Malezi. Nga ana tjetër nuk ka asnjë sinjal që kryeministri ta dërgojë këtë marrëveshje për ratifikim në kuventin e Kosovës.